إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Të gjitha lavdrimet i përkasin Allahut. Atë falenderojmë ndihmën dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. Atë që Allahu zonë dhe orienton rrugën e drejtë nuk ka kush e humbet prej saj, dhe atë që Allahu e humbi me drejtsinë e tij nga rruga e drejtë nuk ka kush e udhëzon përpas tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpas Allahut i vetëm dhe i portak, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, me të qoftë lëvdat dhe shumë dëshpëtimi i madh i Allahut mbi gratë e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të gjithë ata që pasojnë rrugën dhe shtegun e tij me përpikëmëri deri në ditën e llogarisë. Lutë Allahun që këtë mësim ta bëj të begat, na japi dobi me të dhe të na ngrejë me të në grada. Do të vazhdojmë me mësimin tonë të radhës nga libri i dobishëm me temë Jawami'u al-Ad'iyati Nabawiyya, pra duat përmbledhëse profetike, të shehun nderuar Abdulrazak ibn Abdul Muhsin Abad al-Badr, Allah ruajt atë dhe t'jatin, dhe na dhënë ne dobi dhe mirësi nga libri i tij. Mësimin e kaluar morëm komentin e hadithit ku pejgamberi selam lutej dhe thoshte: Ja muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, o ti rrotullues i zemrave, përforcoje zemrën time në fen tënde. Dhe folëm disa nga dobit dhe përfitimet e këtij hadithi dhe kësaj duaje. Në vazhdim, thot autori, Allahu e ruajt, nga përfitimet e mëdha të kësaj duaje gjithashtu është njohja e rëndësisë së zemrës dhe rrezikut të saj, sepse zemra është ajo që krijuesi i gjithdijshmi e ka bërë përgjegjëse për gjithë trupin, ashtu siç është mbreti përgjegjës për popullin e tij. Ajo është organi i parë që lëviz në trup dhe i fundit që ndalon. Ajo është burimi i gjithë krijimit dhe ajo që e godet atë nga përmirësimi apo prishja kalon edhe tek pjesët e tjera të trupit, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, vërtet në trup është një copë mishi, e cila nëse rregullohet dhe përmirësohet, atëherë rregullohet dhe përmirësohet i gjithë trupi. Nëse ajo prishet, atëherë prishet i gjithë trupi, vërtet që ajo është zemra. Dietari i madh Ibn Qayyim Allahu mëshiroft ka thënë: gjëja më fisnike që ka njeriu është zemra e tij. Ajo është njohësja e Allahut, është ajo që ecën drejt tij, që e do atë. Ajo është vendi i besimit dhe i diturive. Ajo është që i është drejtuar shpallja dhe tek ajo janë dërguar të dërguarit. Ajo është e veçuar me dhuntit më fisnike, siç janë besimi dhe logjika. Pra nga se jemi dalluar ne, pra me se jemi dalluar nga kafshët dhe nga krijesat e tjera, pra me besim dhe me logjik, kurse gjymtyrët janë vetëm ndjekëse të zemrës. Ajo i përdor ato ashtu siç mbreti i përdor shërbëtorët apo bariu tufën e tij. Ajo që kalon tek gjymtyrët nga adhurimet apo gjunahet janë vetëm pasojat dhe gjurmët e saj. Nëse ajo errësohen edhe gjymtyrët, e nëse ajo ndriçohet, ndriçohen edhe ato. Megjithatë, ajo është mes dy gishtave të mëshiruesit të plotfuqishëm e të lartësuar. Ai i përsosur nga tmetat i lartësuari është ai që e kthen, pra e rrotullon zemrën dhe e mbush atë me çfarë të doj nga sekretet e të fshehtave. Ai është mes njeriut dhe zemrës së tij dhe e di çfarë fsheh ajo nga bindja dhe nga fetaria. Ai që i kthen zemrat si të doj dhe ku të doj, pra është Allahu. Ai frymëzoi zemrat e të dashurve të tij, Allah na bëf prej tyre, që të vinë, pra të rendin drejt tij. Dhe ato ju përgjigjen me një herë dhe u ngritën. Pra ai që vrapon drejt Allahut,
Allahu e ngre dhe e lartëson atë. Qëndruan përpara Zotit të botëve, kurse të tjerët ai i urreu që të ngrieshin, andaj i pengoi dhe u tha: "Faq'udu ma'al qa'idin", rini me ata që nuk lëvizjen. Betimi më i shpesht i të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë jo pash atë që i kthen zemrat, la walladhi yuqallibu al-qulub. Dhe një nga lutjet e tij ka qenë: O Allah, ti që i kthen zemrat, përforcoje zemrën time në bindjen tënde. Allahumma amin. Dikush nga selefët, pra të parë të mirë, janë tre brezat e artë, brezat e tabiin, sahabëve tabinëve dhe të tabinëve, ka thënë: zemra është më e paqëndrueshme se sa një enë kur ka arritur pikën maksimale të vlimit të saj. Dhe një tjetër, Allahu mëshiroft, ka thënë: zemra është më e paqëndrueshme se sa një pend në një tokë të shkret në një ditë me erë të fuqishme. Ta kuptoni domethënë sa jo stabil, sa e pa qëndrueshme dhe lohashme që nga zemra, ndaj robi pas ka nevojë të madhe dhe të ngusme dhe të shumë për këtë dua. Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon, i ndryshon zemrat, pra përforcoje zemrën time në fen tënde. Ndërdobit e kësaj lutje gjithashtu është ndjenja e thellë e varfërisë dhe nevojës së zemrës ndaj Allahut për të sjellë drejtësinë dhe udhëzimin e të, pra në zemër, si dhe për të ruajtur atë nga shmangja dhe nga humbja. Ka thënë dietari i madh Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, këtu realizohet varfëria e vërtet, nevoja dhe domosdoshmëria e plot ndaj zotëruesit të dëshirave, Zotit të zemrave, i cili i kthen ato si të dëshiroj. Zemrën që ai dëshiron ta shmang nga e vërteta e shmang, dhe atë që dëshiron ta drejtoj, ai e drejton. Ndaj, ai na ka mësuar në librin e tij fisnik që të lutemi duke thënë, siç ka në surën Ali Imran: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Zoti ynë mos na i largo zemrat, pasi që na ke udhëzuar dhe na dhuro neve nga mëshira jote, vërtet ti je dhurues i madh. Allahumma amin. Kjo pra është varfëria e vërtet që përputhet me logjikën, natyrshmërinë dhe me fen. Kush del prej saj dhe devijon në njërin prej ekstremeve, prej teprimeve, atëherë zemra e tij shmanget dhe lakon nga udhëzimi, dhe ai ja mohon mbretit dhe shënduesit të vërtet veçimin e tij me drejtimin dhe rububien, pra zotrimin nga urdhrat e tij, nga shariati, shpërblimet dhe nga ndëshkimi i tij. Gjykimi për këtë të varfër, ky është ai i varfri. Pra mos shikoni si të varfër atë që nuk ka pasuri, nëse është i udhëzuar, e njeh Zotin e tij, i lutet atij, ky është ky i varfri. I varfri është ai që është larg Allahut, është ai që nuk e njeh Allahun, ai që nuk e adhuron Allahun. Gjykimi për këtë të varfër, me nevoja të ngusme ndaj Zotit të tij, në çdo të rrahur të qepallës apo frymëmarrje të tij është se nëse ai lëviz drejt bindjes apo ndonjë mirësie, ai e falenderon Allahun dhe thotë: kjo është nga mirësia, dhuntia dhe bujaria e Allahut, ndaj atij takon i gjithë lavdërimi. E nëse në zemrën e tij fillojnë shtysat e para drejt gjunahut të tij, ai vërtet kërkon strehim dhe shpëtim dhe thotë: kërkoj strehim prej teje, tek ti prej teje, prej lutë Allahut, o ti që i rrotullon zemrat, përforcoje zemrën time në fen tënde, o ti që i drejton zemrat, drejtoje zemrën time në bindjen tënde. E nëse ndodh që ai të lëviz realisht drejt gjunahut, pra të joshet, i bëhet i dashur dhe i bukur dhe i kënaqshëm gjunahu, çfarë? Atëra ai strehohet si një njeri kapu rob nga armiku, dhe e di se nuk ka shpëtim nga robëria, verse nëse Zoti i tij e çliron atë. Pra çelësi i çlirimit është në dorën e Zotit të tij. Ai nuk ka as pak fuqi për këtë. Nuk zotëron për veten e tij as dëm dhe as dobi, as vdekje, as jetë e as ringjallje. Ai është në robërinë e armikut, duke parë drejt Zotit të tij që është i fuqishëm ta shpojë atë. Dhe armiku këtu nuk bëhet fjalë për armikun ai që vretet me jetën. Armiku është shejtani mallkor, ai që do të ta smuri zemrën, të desi zemrën, të largojë nga Allahu.
dhe shmangi prej ti. Nevoja e ti ndaj ti prandaj Allahut është shumë e madhe dhe mbështetja e ti bëhet tërësisht tek ai, pra tek Allahu. Ai është i vetmi që të shpëton nga caktimi i tij me caktimin e tij. Ai është që mbron njeriu nga vetja e tij me vetrën e tij. Ai është që largon atë që vjen prej tij me atë që vjen prej tij. Dikush nga selefët, kur ndodhi një epidemi e rëndë në Sham, kishte shkuar me marr dije aty, edhe bën që të dali nga Shami. I thot dikush nga shokët e tij, të kërkimit të dijes, i thot, po ikën thot nga caktimi i Allahut, pra që po i tutesh vdekjes. Tha, po iki nga caktimi i Allahut, tha, për këtë caktimi i Allahut. Pra nuk të shpëton asgjë nga caktimi i Allahut. Ti ik, vrapo, largohu sa të duash. Caktimi i Allahut, çfarë do të kapi kudo që të jesh. Ai është që mbron njeriu nga vetja e tij me veten e tij. Ai është që largon atë që vjen prej tij me atë që vjen prej tij. Pra gjithë çështja është në dorën e tij. Gjykimi është i tij, krijimi është i tij. Çfarëdo që ai dëshiron, pra Allahu, ajo ndodh. Dhe çfarë ai nuk e dëshiron, ajo nuk ndodh. Dhe ajo që ai dëshiron nuk mund të largohet vetëm me dëshirën e tij. Dhe ajo që nuk e dëshiron nuk mund të vijë vetëm me dëshirën e tij. Askush nuk i sjell të mirat përveç tij, dhe askush nuk i largon të këqijat përveç tij. Askush nuk udhëzon për tek veprat më të mira dhe sjelljet më të larta përveç tij, dhe askush nuk i largon veprat e këqija përveç tij. Dikush nga njerëzit që ranë në pasimin e filozofisë dhe të besimeve të prishura, kur e quan tek prisi besimtar Omar ibn Khattabi, pasi që diskutoj me të gjatë, e pasi që s'kishte shpëtim nga ndëshkimi i prisit, sepse meriton dhe se ishte njeriu prishur, njeri që hipte dyshime dhe shtremërime në fe njerëzve, edhe i thot ky filozofi, i thot Omar ibn Khattabi, prisi besimtarve, thot, unë thot gabova thot me lejen e Allahut dhe me saktimin e tij, që më erdhën këto ide, këto mendimet prishura dhe të shtremëruara. Thot edhe unë thot, do të ndëshkohet me saktimin e Allahut dhe me lejen e tij. Pra e përgjigj me gjuhën e tij. Me që ti pas ke këto mendime të gabuara, si ke nga shejtani, e pas ke nga Allahu, atëherë edhe unë thot me lejen e Allahut dhe me saktimin e tij po të ndëshkohet. Pra askush nuk shpëton nga saktimi i Allahut subhanahu wa taala. Ndaj kemi nevojë që për drejtimin e zemrave dhe për qëndrimin dhe përforcimin e tyre në vërtetën, të lutemi atij që i ka zemrat midis dy gishtave prej gishtave të tij subhanahu wa taala. Ka thënë dietari i madh Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, në këtë gjendje pra shpirtërore robi e dëshmon ndihmën dhe suksesin prej Allahut dhe braktisjen e tij, ashtu siç e dëshmon zotrimin e tij dhe krijimin e tij. Ai lutet Allahut për ndihmë me lutjen e njeriu të dëshpëruar dhe kërkon strehim ndaj braktisjes prej tij si një i mirë që kërkon ndihmë. Ai e lëshon veten përpara tij, përpara Allahut, i shtrirë para derës së tij, i dorëzuar me kokën ulur përpara tij, i porulur, i nështruar, pa pasur në dorë as dëm, as dobi, as vdekje, as jetë, as ringjallje. Suksesi është dëshira e Allahut nga vetja e tij, që t'i bëj dobi robit të tij, ta bëj atë të aftë për të vepruar ato që e kënaqin atë, ta bëj që t'i dëshiroj ato, t'i kërkoj ato dhe t'i japi atij përparësi ndaj të tjerëve. Dhe ta bëj atë që të urrej ato që ai i urren dhe nuk i pëlqen, dhe kjo totalisht është vetëm vepër e tij. Se Allahu lështon çfarë thotë, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu ka krijuar ju dhe ato që ju punoni. Ndërsa robi është thjesht vendi ku realizohet kjo, domethënë ku realizohet vullneti dhe dëshira e Zotit të tij. Thotë Allahu i lartësuar, o thotë sahabëve, për të treguar mirësinë e madhe që u dha, që nuk u dha arabëve të tjerë në atë kohë, kurejshve dhe fiseve të tjerë. Arabëve thotë i lartësuari, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rashidun. Fadlan min Allahi wa ni'ma wallahu alimun hakim. Thotë i lartësuari, por Allahu e bëri të dashur besimin për ju dhe e zbukuroi atë në zemrat tuaja
dhe ju a bëri të urryer pra kufrin, mosbesimin, shturjen dhe gjunahun. Të tillët janë të udhëzuarit me të vërtet. Kjo është mirësi dhe dhurat nga Allahu dhe Allahu është i gjithdijshmi edhe i përsosur në urtësi. Ai përsosur nga çdo emet është i dijshëm për atë që është i përshtatshëm për këtë mirësi, edhe për atë që nuk është i denjë për të. Pra ai që meriton udhëzim, Allahu udhëzon. Dhe atë që meriton devijim dhe lakim dhe humbje nga vërtet, Allahu humbet atë. Ai është i përsosur në urtësinë e tij, e vendos atë në vendin e dur dhe tek njerëzit e dur. Ndaj kur ka parë në zemrat e njerëzve çfarë, ka përzgjedhur pejgamberët dhe të dërguarit, pa që ishin në zemrat më fisnike, më të shiltra, më të pastra, dhe i patruetur ata pra që në vegjëli dhe i përzgjodhi kryesisht në moshën 40 vjeçare për shpalljen edhe për mesazhin e tij, pra për islamin e tij. Nuk e pengon atë nga njerëzit që e meritojnë dhe as nuk e vendos atë tek ata që nuk e meritojnë. Pra kjo është urtësia dhe drejtësia e përsosur të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kur u pyet Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroj, për dikë që është goditur nga një shigjet e helmuar për shigjetave të shejtanit, se çfarë duhet të bëj? Ai tha, kush goditet nga një shigjet e helmuar, le të përdor atë që nxjerr helmin dhe e shëron plagën, pra me antidot, me kundër helmin dhe me vaj shërues, dhe kjo thot arrihet me disa gjëra. Ndërto, pra e para prej tyre është që të jetë i rregullt me 5 kohët e namazit, të lutet dhe të përgjërohet gjatë kohës së syfyrit. Allahu la thot wal mustaghfirin bil ashar, pra i ka përmendur dhe i ka lavdëruar ata që bëjnë istighfar para agimit. Namazi i tij të jetë me praninë e zemrës dhe me përulje totale, dhe le të shtoj lutjen me fjalët: o ti që rrotullon zemrat, përforcoje zemrën time në fen tënde; o ti që drejton zemrat, drejtoje zemrën time në bindje ndaj teje dhe ndaj të dërguarit tënd. Sepse kur robi vazhdimisht i lutet dhe i përgjërohet Allahut, Allahu i largon zemrën nga kjo e keqe, siç ka thënë Allahu i lartësuar: kedhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Pra, ke historia e Jusufit kur e thriti kush? Zonja e tij, e pasur, e bukur, i mbylli dhe gjitha dyert. A shpëton një njerëz më këton nga joshja në këto kushte? Si u lut? Edhe si e mbrojti Allahu subhanahu wa taala pra Jusufin të dashurin e tij, thot, kështu bëm që t'ia largojmë atij Jusufit të keqen dhe imoralitetin. Vërtet ai ishte nga robrit tan të sinqert. Çfarë tha Jusuf Elese? Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Nëse ti nuk e largon kurthin e grave prej meje, unë do t'u hidhem, do të bëj hop për ato, dhe do t'jem prej ignorantëve. Pra kërkoi Allahu strehim, dhe Allahu çfarë? E mori mbrojtje, e strehoi dhe ruajti atë subhanahu wa taala. Pra me kaq mbaroj fjalën e tij dhe mbaroj komenti i këtij hadithi. Hadithi i ri i sotëm është komenti i hadithit që lutet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me të: o Allah, vërtet tek ti kërkoj të im nga paaftësia dhe përtatësia. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet, pra në dy sahihet e tyre, nga sahabiu fisnik Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lutej duke thënë: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-haram wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa mamat wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. Lutej dhe thoshte: o Allah, vërtet tek ti kërkoj strehim nga paaftësia dhe përtatësia, nga frika dhe pleqëria, dhe kërkoj strehim tek ti nga sprova e jetës dhe e vdekjes, dhe kërkoj strehim tek ti nga dënimi i varrit. Kjo lutje madhështore dhe e begat ka të bëjë tërësisht me kërkimin e strehimit dhe mbrojtjes, pra që quhet isti'adha. Isti'adha është kërkimi i strehimit dhe i mbrojtjes, që nënkupton kthimin tek Allahu për të ruajtur nga diçka që njeriu friksohet asaj dhe e urren. Dhe ky është një adhurim që i dedikohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kush i kërkon strehim dhe mbrojtje dikujt tjetër mos Allahut, çfarë?
ka bërë shirk, ka bërë idhujtari, dhe kjo është pra gjunahu më i madh. Kështu që kërkim strehimi është kapja fort pas Allahut, mbështetje tek ai dhe kërkim ndihme, duke ju drejtuar atij që ta shpëtojë njeriu nga ajo që e frikson. Kjo mund të jetë ose nga diçka që tashmë ekziston, aleikum salam, dhe njeriu lutet që Allahu ta largojë atë, ose diçka që nuk ka ndodhur ende, por ka frikë se mund të ndodhë dhe njeriu lutet, pra i lutet Allahut që mos të ndodhë. Dhe nëse ndodhë, mos ta kaploj atë. Pra në përgjithësi kërkimi i mbrojtjes i referohet këtyre dy gjërave, ose kërkimi mbrojtje nga një e keqe që ekziston tashmë, ose nga një e keqe që friksohet se do të ndodhë. Pra kërkimi mbrojtjes është vraposhtur tek Allahu dhe strehimi tek ai. Dhe ky është një adhurim që nuk i drejtohet askujt tjetër përveç Allahut. Ai që kërkon mbrojtjen nga dikush tjetër përveç Allahut, kjo nuk i shton njeriu veçse poshtërim dhe dobësim, dhe nuk i vjen atij asnjë dobi, përkundrazi i shtohet atij frika dhe poshtërimi. Ashtu si thot Allah lartësuar në librin e tij Fisnik, wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Kjo deklaratë e gjinëve çfarë thot? Si ka në Kur'an. Dhe vërtet disa burra prej njerëzve kërkonin strehim te disa prej gjinëve, por ata gjinët veçse u ashtuan frikën. Kështu që nga kjo nuk ka asnjë dobi, por përkundrazi me të njeriu e shkatëron fenë e tij. Pra del nga feja, ai që kërkon strehim tek gjinët, siç bëjnë magjistarët e kanë shitur shpirtin ke shejtani mallkuar dhe i bëjnë atë shërbime dhe kërkojnë strehim dhe fuqi dhe ndihmë prej tij dhe janë pra prej jo besimtarëve, prej qafirave, Allah na ruajt. Dhe janë shkatëruar në këtë botë dhe në tjetër. Dhe kërkimi mbrojtjes është prej duave, prandaj e shohim atë në shumë hadithe. Hadithi i parë kur lutet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe thoshte o Allah, vërtet unë kërkoj mbrojtje tek ti, përse kjo është një lutje e veçantë që ka të bëjë me kërkimin e shpëtimit nga diçka që njeriu i friksohet, i trembet dhe i tutet asaj, dhe kërkon prej Allahut të plotfuqishëm të madhëruar që ta mbrojë atë prej saj. Për këtë arsye, ai tek i cili kërkohet mbrojtje quhet ma'adh, pra strehues. Ashtu si quhet edhe vend shpëtimi dhe fortesë, vend i sigurt. Dhe ky është vetëm Allahu, Zoti i agimit, Rabbil Falaq, i adhuruar i vërtet i njerëzve, Ilahin Nas, sunimtari i njerëzve, Malikin Nas, dhe Zoti i njerëzve. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Ndaj pejgamberi alayhi salam i thot një shokut ti, i thot thuaj, thot çfarë them, i thot thuaj, çfarë them, i thot thuaj mëngjes dhe mbrëmje, surën Qul huwallahu ahad dhe dy sure strehuese. Do të mjaftojnë ty atë ditë dhe atë natë, prej çdo gjëje. Pra lexoju 3 suret e fundit 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje, dhe të mjaftojnë ty nga çdo e keqja e asaj dite dhe asaj nate. Pse? Sepse në to ka çfarë? Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Thuaj kërkoj strehim tek Zoti i agimit. Min sharri ma khalaq. Nga keqja që ai ka krijuar. Ose thua qul a'udhu bi Rabbin Nas. Thuaj kërkoj strehim tek Zoti i njerëzve, Malikin Nas, pra mbreti dhe sunduesi i njerëzve, Ilahin Nas, i adhuruar i vërtet i njerëzve. Dhe në fund të këtyre sureve. Dhe kur këto sure i zbritën pejgamberit selam, ai i la fryrjen vetvetes pra rukjen dhe bëri dua brotën e tij dhe bënte vetëm me to 3 suret e fundit. Dhe këto sure janë çfarë? Mburoj nga e keqja e shejtanit dhe pasosëve të tij dhe nga e keqja e magjistarëve dhe atyre që kanë haset kashite dhe atyre që fryn në nyja. Prandaj nuk lejohet kërkimi mbrojtjes tek askush përveç tij. Nuk kërkohet mbrojtje nga asnjë prej krijesave të tij, sepse vetëm ai është që mbron, pra shifet tauhidi. Kur ti ke frikë, kanë dhënë një shembull dietar, shkon ke në një stan. Edhe aty është një bari që ka shumë qenë stani, qenë roje. Si është e mençur dhe e zgjuar që të marrësh një gurë të bish qenve, apo ti thua shoj Zoti i qenve?
lidhi këto kafshë se do më shqyën. Atëre ti lidhesh me Zotin e botrave, subhanahu wa ta'ala, që të mbroj nga e keqja e gjithçkaje që ai ka krijuar. Pra lidhu me Zotin sunduesin, mbretin e gjithçkaje, dhe ai të mjafton nga e keqja e çdo gjëje. Sepse është vetëm ai që mbron ata që i kërkon mbrojtje dhe i ruan ata që i kërkojnë mbrojtje ti nga e keqja prej së cilës ata kërkojnë mbrojtje. Do thoni ju pse edhe besimtari sprovohet, por se njerëzit që s'kan besim të pauzuar sprovohen më shumë. Sepse ne kërkojmë se im tek Allahu subhanahu wa taala 5 herë në ditë, kur falim namazet farze, kur bëjmë dhikrin e mëngjesit, mbrëmjes, kur bëjmë dhikrin mbas farzeve, kur bëjmë dhikrin e xhumit, kur dalim nga shtëpia. Kështu që dhe belat dhe sprovat tona janë më të pakta se ato të njerëzve të pauzuar. Dhe kur na ndodh diçka, edhe pse kemi bërë gjithë ose sebebe, themi qaddarullahu ma sha'a fa'al. Ishte caktimi i Allahut, çfarë dëshiron ai vepron. Pra jemi të kënaqur, zemrën e vendosim paqe, jemi të qetë dhe e pranojmë kaderin e Allahut. Nëse na godet një gjë e mirë, falënderojmë Allahun, kjo është mirësi për ne. Dhe nëse na godet një gjë e papëlqyer e keqe, çfarë? Bëjmë durim dhe kjo është e mirë për ne. Dhe kjo nuk është e tillë vetëm për besimtarin, ne jemi prej këtyre besimtarëve. Thuaj la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Thuaj nuk do të na godasi vetëm se ajo që Allahu ka saktuar, ka shuar për ne. Ai është maulana. Çfarë? I pari ynë, është pronari ynë, mbrojtësi ynë dhe vetëm tek Allahu çfarë të mbështeten ata që duan të mbështeten. Falyatawakkalul mutawakkilun. Për këtë arsye është obligim për besimtarin që ta realizojë këtë adhurim madhështor, adhurimin e kërkimit të mbrojtjes. Sepse nuk ka strehim dhe as shpëtim vetëse me ikje drejt Allahut të lartësuar. Si thot i lartësuari, fafirru ila Allah. Prandaj ikni, pra shpëtoni drejt Allahut. Pra në çdo gjë që e frikson dhe e trem njeriu të mos kërkojë mbrojtje vetëm tek Allahu, dhe të mos ikë të drejtohet vetëm tek ai, duke kërkuar prej tij shpëtim dhe mbrojtje nga ajo që e frikson dhe i friksohet asaj. Në çdo gjë që e frikson dhe e trem të mos kërkojë mbrojtje vetëm tek Allahu, dhe të mos ikë të drejtohet vetëm tek ai, duke kërkuar prej tij shpëtim dhe mbrojtje nga ajo, pra tham, që e frikson dhe i friksohet. Suneti pejgamberit ka sjell lloje të shumta gjërash për të cilave kërkohet mbrojtje, në disa raste me ullësi dhe në disa raste në forma të tjera të përgjithshme. Siç i ka përmbledhur të gjitha këto Imam an-Nesai, dietari i madh, quhet Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shuaib an-Nesai. Ka jetuar nga viti 215 Hijrit deri në vitin 303, pra 80 vjeç pothuajse, dhe i ka përmbledhur të gjitha këto lutje profetike në një libër që ka quajtur Kitab al-Isti'adha, libri i kërkimit mbrojtje, në sunenin e tij. Dhe ka përmendur ato shumë hadithe që bëjnë pjesë në këtë kontekst. Pra kush ka mundësi ta gjejë libër dhe ta lexojë, të dua madhështore dhe t'i mësoj ato. Ky është ndër përmbledhjet më të mira në këtë temë. Gjithashtu edhe një imam tjetër, Ibn Muflih, Allahu mëshiroft, ka një broshurë të dobishme mbi këtë temë, të cilën e ka quajtur Isti'adha, pra kërkimi i mbrojtjes, e cila është botuar. Kthemi ke duaja jonë. Thot kjo dua, thot Sheikh Abdurazaku, përmban kërkim mbrojtje nga 7 gjëra. E para fjala e tij ku thot Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz. O Allah, vërtet u kërkoj mbrojtje te ti nga paaftësia. Çfarë është paaftësia? Thot ky është kërkim mbrojtje nga paaftësia, e cila është e kundërta e aftësisë dhe e mundësisë. Fjala paaftësi rrjedh nga të vonuarit për të bërë diçka, që vjen nga el-ajz, që do thot fundi apo pjesa e prapme e diçkaje. Do me thënë për shkak se është e lidhur me dobësinë për të vepruar, përdoret si e kundërta e fuqisë. Pra kjo është mungesa e aftësisë dhe për këtë arsye është lejuar që të kërkohet mbrojtje nga paaftësia. Sepse edhe paaftësia është me saktim për Allahut. Por ti e lut atë që të ka sprovuar me këtë paaftësi, që të largoj këtë paaftësi, pra të mbrojë nga kjo paaftësi, të bëj të aftë. Pse i tjetri ka mundësi, del, punon, shijon, jeton, i bën gjitha shkaqet,
ku që ti s'qenë ke i aftë, thë s'ka mundësi. Lutë Allahun që të bëjë ty të aftë. Pra thoj, Allahumme inni a'udhu bika min al-'ajz wal kasal. Që është, l-kesel është përtatësia. Pra, thot shiku, dhe për këtë arsye është ligjësuar që të kërkohet mbrojtje nga paaftësia, që robi të mos dështojë në përmbushjen e detyrave të adhurimeve si pasojë e gjunave, sepse gjunahet bëhen shkak për të papriturat të njëpasnjëshme dhe pengesa që i dalin përpara robit. E dyta, a'udhu bika min al-kasal. Pra, o Zot, kërkoj strehim dhe mbrojtje e ti nga përtatësia, që i bashkohet paaftësisë. Në lutjen profetike vërtet unë kërkoj mbrojtje e ti nga paaftësia dhe përtatësia. Domethënë, kërkojmë mbrojtje nga përtatësia, e cila është një plogështie e shpirtit dhe rëndes për të bërë vepra të mira, megjithse ke mundësi për to, duke preferuar rehatin e trupit ndaj lodhjes. Ai dembeli. I pëlqen çfarë? Dembelizmi, me nejtë kohët, me hëngër nga ata që janë të aftë, ata që mbjellin, nga ata që korrin, nga ata që punojnë. Kjo thot ndodh për shkak të mungesës së nxitjes së shpirtit drejt së mirës dhe dobësisë së dëshirës për të. Ka thënë Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, paaftësia dhe përtatësia janë të pandara, sepse mungesa e dobive të robit e përshtatshmërisë së tij, kënaqësisë dhe gëzimit të tij, ose buron nga mungesa e mundësisë, dhe kjo është paaftësia, ose ai është i aftë, por i mungon vullneti për ta bërë diçka, dhe kjo është përtatësia. Ai që është përtas për diçka, duke qenë i aftë ta bëjë atë, por se ka vullnet të dobët për të, përfundon duke u bëri pa aftë për të. Dhe kështu kritikohet edhe për këtë, pra për përtatësinë. Shpeshherë njeriu përton për diçka për të cilën ai ka aftësi, por vullneti i tij i dobët e çon atë drejt paaftësisë. Sa njerëz e neglizhojnë për shembull namazin, ose falin fare. Të tjerë neglizhojnë, nuk e falin me xhamat, po pe fal të shtëpia, se është ftohtë. Ta fal tu afër zjarrit, ta fal tu. Pra të dyja këto janë çfarë të rryra. Dhe shejtani është një rrugë dhe një kurth e tij avash avash, në fillim të largon nga namazi me xhamat. Pastaj avash avash nga namazi në kohën e dur, pastaj lë namazin fare. Dhe ata që e kanë lënë namazin, ose që janë dobësuar në kryen e namazit, mund të na tregojnë që si domethënë kanë rënë pre e këtij përshkallëzimi dhe këtyre kurtheve djallëzore të shejtanit në mallkor, i cili ka eksperiencë të gjatë, pra është ekspert, është snaf i vjetër. Allahu na ruajt nga çytjet e tija. Me kaq që përfundojmë mësimin për sot, lutë Allahun na e pranoj, ta bëj ato të dobishëm dhe na bëj për atyre që punojmë ato që dëgjuam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.